Horoskopi ditor e Mërkur, 30 tetor 2025. Dashi. Fokusi i sotëm është në rritjen personale dhe komunikimin. Merkuri përputhet në mënyrë të favorshme me Marsin, duke ofruar një nxitje në aftësitë negociuese. Qoftë një debat apo një diskutim i thjeshtë, qartësia dhe vendosmëria do të jenë aleatët tuaj. Vendi juaj i punës ka nevojë për idetë tuaja vizionare. Prandaj mos hezitoni t'i ndani ato. Sa i përket marrëdhënieve, një zbulim i papritur mund t'ju habis, por mos reagoni tepër. Në vend të kësaj, zgjidhni një qasje të butë për të ruajtur harmoninë e paprekur. Financiarisht, një qëndrim i kujdesshëm do t'ju mbrojë nga shpenzimet e panevojshme. Konsideroni të investoni kohë në gjetjen e ideve për mundësi të reja për të ardhura. Sa i përket shëndetit, përfshirja e ushtrimeve të relaksimit do të jetë e dobishme. Ekuilibri emocional është çelësi. Prandaj merruni me aktivitete që ushqejnë shpirtin tuaj. Mbrëmja sjell një mundësi për t'u lidhur me një mik të largët, dhe këshillat e tyre mund të hedhin dritë mbi një çështje të vazhdueshme. Ndërsa yjet ju udhëzojnë, mos harroni se durimi dhe këmbëngulja janë armët tuaja sekrete sot. Demi. Dita e re ju fton të përqafoni ndryshimin. Hëna ndriçon shtëpinë tuaj të transformimit, duke ju nxitur të hiqni dorë nga zakonet e vjetruara. Në punë, përshtatshmëria mund të rrisë progresin tuaj. Prandaj jeni të hapur ndaj metodave ose projekteve të reja. Komunikimi rezulton jetësor sot, veçanërisht me kolegët ose e prorët. Sigurohuni që të qartësoheni për të shmangur keqkuptimet. Në frontin personal, përpiquni të mos lejoni që kokëfortësia të errësojë bisedat kuptimplote. Marrëdhëniet kërkojnë kompromis dhe mirëkuptim. Financiarisht, shmangni blerjet impulsive. Jepni përparësi stabilitetit afatgjat mbi kënaqësinë afat shkurtër. Kërkoni këshilla nëse përballeni me një vendim të rëndësishëm. Mirëqenia përmirësohet nga aktiviteti fizik. Merrni në konsiderat një shëtitje të shpejtë për të pastruar mendjen dhe për të çliruar stresin. Meditimi gjithashtu do të sjellë qetësi shumë të nevojshme, duke i parafruar mendimet tuaja me qëllimet tuaja. Besojini mbështetje së miqve sot, pasi perspektivat e tyre mund të ofrojnë njohuri të vlefshme. Energjitë qiellore inkurajojnë përqafimin e fillimeve të reja me krah hapur. Binjakët. Universi rreshtohet për të përmirësuar karizmën tuaj sociale sot. Angazhohuni në biseda kuptimplote ndërsa Merkuri, planeti juaj sundues, lidhet pozitivisht me Venusin. Mundësitë janë të shumta përmes rrjedhëzimit. Prandaj mos hezitoni të kontaktoni kontakte të reja. Ndjekjet intelektuale premtojnë, duke e bërë atë një ditë ideale për të trajtuar detyra komplekse. Në marrëdhëniet personale, balanconi artin e të dëgjuarit dhe të folurit për të shmangur keqkuptimet. Një i dashur ka nevojë për empatinë dhe mbështetjen tuaj. Prandaj ofrojini vëmendjen tuaj të pandar. Financiarisht, mbani një sy në burimet e përbashkëta ose llogaritë e përbashkëta, pasi mund të shfaqen ngarkesa të paparashikuara. Zgjidhni shpenzime të kujdesshme dhe eksploroni strategjitë e kursimit. Jepini përparësi kujdesit për veten duke përfshirë praktika qetësuese mendore në rutinën tuaj. Një pushim i shkurtër ose një shëtitje në natyrë mund të ofrojë për të rritjen që kërkoni. Kreativiteti është i lartë, kapni idetë tuaja, pasi ato mund të lulëzojnë në diçka të dobishme. Besoni në rastësi, ngjarjet e papritura mund të çojnë në lidhje të këndshme. Gaforria. Dita e re hedh dritë mbi ambicjet e karrierës dhe përgjegjësitë profesionale. Rreshtimi kozmik ju nxit të përqendroheni në qëllimet afatgjata, duke lënë mënjash për qëndrimet e vogla. Shpirti konkurrues ngrihet lart, por mos harroni të mbështeteni në durim dhe praktik. Në vendin e punës, vendosmëria ja vlen, por diplomacia mbetet thelbësore. Afrohuni diskutimeve me takt. Në jetën personale, dita fton introspeksionin, merrni një moment për të rivlerësuar angazhimet tuaja dhe përputhjen e tyre me vlerat tuaja. Komunikimi me të dashurit duhet të jetë i sinqert, duke kërkuar zgjidhje në vend që të debatoni. Financiarisht, këshillohet buxhetimi për të luftuar shpenzimet e tepërta të mundshme. Parashikoni se ku dëshironi t'ju çojnë burimet tuaja. Nga ana shëndetësore, tretja mund të kërkojë vëmendje. Prandaj qëndroni të hidratuar dhe zgjidhni vakte ushqyese. Balanconi punën me kohën e lirë. Një hobi krijues mund të ofrojë si relaksim ashtu edhe frymëzim. Besojini universit që t'ju udhëheqë drejt asaj që ka vërtet rëndësi dhe përqafoni rrjedhën e energjive të sotme. Luani. Shpirti juaj aventuresk ndizet sot ndërsa dielli harmonizohet me Jupiterin, duke i dhënë rëndësi zgjerimit të horizonteve.
Qoftë përmes udhëtimit apo të mësuarit, shfrytëzoni mundësitë për rritje dhe eksplorim. Ndjekjet profesionale përfitojnë nga zgjerimi i aftësive tuaja. Prandaj merrni në konsiderat regjistrimin në një kurs ose pjesëmarrjen në një seminar. Në të njëjtën kohë, përshtatni pasionet tuaja me përgjegjësitë, duke balancuar ambicje me praktikën. Në frontin emocional, sinqeriteti është aseti juaj më i madh. Ndani aspiratat tuaja me të dashurit. Financiarisht, investimet duhet të trajtohen me kujdes. Vlerësoni me kujdes rreziqet para se të vazhdoni. Nga ana shëndetësore, kanalizoni energjinë e tepërt në rutinat e fitnessit për rigjenerim fizik dhe mendor. Një hobi sa po gjetur mund të ofrojë si relaksim ashtu edhe mundësi krijuese. Ndërsa ndiqni atë që ushqen kuriozitetin tuaj, qëndroni të hapur ndaj këshillave nga mentorët. Erat kozmike mbështesin një perspektivë të re, duke ndriçuar shtigje të papara më parë. Përqafoni potencialin e sotëm dhe parashikoni udhëtimin përpara me besim. Virgjëresha. Përqendrohuni sot nga brenda, pasi energjitë qiellore drejtojnë vëmendjen drejt zhvillimit personal dhe mirëqenies emocionale. Hëna inkurajon introspeksionin, ideal për të mbajtur një ditar ose meditim për të analizuar mendimet dhe emocionet. Në punë, një qasje analitike është e dobishme, veçanërisht kur lundroni në projekte komplekse. Natyra juaj e orientuar drejt detajeve shkëlqen, por mos harroni të balanconi saktësinë me fleksibilitetin. Ndërveprimet ndërpersonale mund të kërkojnë durim të shtuar. Shmangni tendenca tepër kritike dhe zgjidhni bashkëpunimin. Financiarisht, rivlerësoni buxhetet dhe planet financiare, duke siguruar përputhje me qëllimet e ardhshme. Një qasje modeste e shpenzimeve ndihmon në sigurinë afatgjat. Nga ana shëndetësore, jepni përparësi pushimit. Gjumi i mjaftueshëm është thelbësor për ruajtjen e vitalitetit. Integrimi i aktiviteteve qetësuese, të tilla si yoga ose një shëtitje e qetë, mund të rrisë paqen mendore. Besojini intuitës dhe përqafoni qetësinë e sotme, pasi introspeksioni ofron qartësi dhe ripërtëritje. Ndërsa yjet ju udhëzojnë, kërkoni përmbushje jo vetëm në arritje, por përmes kujdesit dhe kuptimit të shpirtit. Peshorja. Është një ditë balancimit të lidhjeve, ndërsa Venusi ndriçon sferën tuaj shoqërore. Ndërveprimet shoqërore janë të theksuara, me mundësi për rrjedhim ose thellim të marrëdhënieve. Qasuni bisedave me hapje dhe ndershmëri, pasi diskursi i sinqert nxit lidhje të qëndrueshme. Jeta profesionale sheh përpjekje bashkëpunuese të shpërblyera. Angazhohuni me kolegët për të gjeneruar zgjidhje krijuese ose për të menduar ide të reja. Lundrimi në këto dialogje me diplomaci dhe takt rrit ndikimin tuaj. Financiarisht, planifikimi strategjik bëhet jetësor. Ndani burimet me mençuri dhe shmangni shpenzimet impulsive. Nga ana shëndetësore, menaxhimi i stresit është qelësi. Merrni në konsiderat praktika të tilla si frymëmarrja e thellë ose pilates për të ruajtur ekuilibrin. Në marrëdhëniet personale, empatia dhe mirëkuptimi krijojnë harmoni. Dëgjoni në mënyrë aktive perspektivat e të tjerëve. Mbrëmja ka potencial për lidhje, qoftë përmes mbledhjeve me miqt apo pjesëmarrjes në ngjarje të komunitetit. Përqafoni energjinë e gjallë të sotme për të balancuar peshoret në të gjitha aspektet e jetës, duke u përqendruar në harmoni dhe ndërlidhje. Akrepi. Energjitë kozmike ju nxisin të zhyteni në ujëra të thella emocionale sot. Me Plutonin që ndikon në anën tuaj introspektive, përqafimi i cenueshmërisë kultivon forcën. Profesionalisht, transformimi është në horizont. Përqafojeni ndryshimin me një mendje strategjike. Projektet e filluara sot do të kenë potencialin për sukses nëse trajtohen me përkushtim dhe lartpamësi. Në jetën personale, besimi bëhet jetësor. Zbuloni mendimet dhe ndjenjat tuaja atyre që kanë rëndësi. Përballuni me çdo tension themelor me komunikim të qartë për mirëkuptim të ndërsjellë. Financiarisht, vlerësimi i strategjive të kursimit rezulton i dobishëm dhe eksplorimi i mundësive delikate të investimit mund të sjellë rritje afatgjat. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në qartësi mendore. Praktika të tilla si vëmendja ose frymëmarrja e fokusuar forcojnë qëndrueshmërinë tuaj. Udhëtimi i sotëm mund të zbulojë të vërteta ose dëshira të fshehura, duke ofruar njohuri të thella. Shfrytëzoni këto zbulime për rritje personale dhe kultivimin e lidhjeve autentike. Ndërsa lundroni në këtë ditë transformuese, besoni në instinktet tuaja dhe përqafoni fuqinë e ripërtëritjes me besim. Shigjetari. Pozicionet planetare të sotme favorizojnë një fokus të ripërtërirë në përmbushjen personale, duke mbështetur aspiratat dhe qëllimet afatgjata.
Ndërsa dielli ndikon në sektorin tuaj të ambicies, shfrytëzoni ditën për planifikim strategjik. Profesionalisht, një projekt mund të arrijë në një pikë kritike, duke kërkuar një qasje të nuancuar për të siguruar progres. Mirëpritni reagime konstruktive për të rafinuar përpjekjet tuaja. Marrëdhëniet marrin një shtys ndërsa dialogu i hapur nxit mirëkuptimin dhe afërsinë. Ndani ëndrat tuaja dhe dëgjoni vizionet e të tjerëve. Financiarisht, sot inkurajon largpamësinë. Një qasje e kujdesshme ndaj investimeve dhe buxhetimi mbështet stabilitetin e ardhshëm. Konsideroni vlerësimin e qëllimeve financiare dhe parafrimin e tyre me vlerat personale. Nga ana shëndetësore, nivelet e energjisë rriten. Kanalizoni këtë vitalitet në ushtrime ose aktivitete në natyrë, duke ushqyer si trupin ashtu edhe shpirtin. Lidhjet shoqërore nxisin kreativitetin. Prandaj angazhohuni me individ me mendje të ngjashme për frymëzim. Yjet mbështesin kërkimin tuaj për rritje dhe njohuri, duke inkurajuar besimin në veprim dhe besimin në udhëtimin përpara. Britsjapi. Dita e re thekson bashkëpunimin dhe inovacionin. Me ndikimin e Saturnit në shtëpinë tuaj të partneriteteve, puna në grup sjell shpërblime. Përqafoni kontributet e të tjerëve për të arritur qëllime të përbashkëta. Profesionalisht, përqendrohuni në strategji. Planifikimi i orientuar drejt detajeve mund të çojë në përparime të rëndësishme. Përgatituni të përballeni me sfidat me një qasje të qetë dhe metodike. Në jetën tuaj personale, ushqeni lidhje duke shprehur vlerësim dhe mbështetje. Gjestet e vogla nxisin lidhje më të thella. Financiarisht, maturia mbetet çelësi. Vlerësoni me kujdes shpenzimet dhe prioritizoni kursimet. Investimet strategjike të bëra me kërkime të hollësishme mund të japin rezultate pozitive. Nga ana shëndetësore, përfshini aktivitete që forcojnë stabilitetin mendor dhe fizik, të tilla si tai chi ose noti. Ekuilibri është kritik për ruajtjen e vitalitetit. Ndjekjet krijuese ofrojnë një rrugëdalje për relaksim dhe nuk duhet të injorohen. Besoni në frymën bashkëpunuese. Pasi të punuarit në harmoni me të tjerët do të rrisë jo vetëm suksesin tuaj, por edhe prosperitetin e përpjekjeve të përbashkëta. Ujori. Energjitë e sotme përqendrojnë inovacionin dhe zbulimin, ndërsa Urani promovon kreativitetin në të gjitha përpjekjet tuaja. Profesionalisht mund të shfaqet një ide e re, duke nxitur drejtime të reja ose përditësime për projektet aktuale. Ndani njohuritë tuaja, pasi reagimet bashkëpunuese rrisin qëndrueshmërinë. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga sinqeriteti. Shprehni mendimet tuaja qartë për një kuptim dhe lidhje më të thellë. Financiarisht, përqendrohuni në menaxhimin e zgjuar. Rivlerësimi i strategjive tuaja aktuale ndihmon në synimin efektiv të qëllimeve të ardhshme. Shmangni tejkalimin e burimeve në ndjekje të trendeve të përkohshme. Nga ana shëndetësore, kanalizoni energjinë e shqetësuar në aktivitetin fizik. Një seancë stërvitjeje ose vallëzimi ngre moralin dhe pastron mendjen. Kërkoni mundësi për rritje intelektuale, qoftë përmes leximit, seminareve apo diskutimeve me bashkëmoshatarët. Përqafoni risin në rutinat e përditshme, duke mirëpritur frymëzimin kudo që shfaqet. Ndërsa lundroni në ndikimet kozmike të sotme, qëndroni të hapur ndaj transformimit dhe besoni shpirtit tuaj inovativ për t'ju udhëhequr drejt shtigjeve të përmbushura. Peshqit. Zhytuni në sferat tuaja krijuese sot. Pasi Neptuni rrit imagjinatën dhe intuitën tuaj. Përdoreni këtë ditë për të eksploruar ndjekjet artistike ose për të lejuar zgjidhje inovative për të gjallëruar sfidat e punës. Profesionalisht, natyra juaj empatike rezulton e dobishme. Dëgjoni me vëmendje idetë e kolegëve përpara se të paraqisni planet tuaja. Komunikimi me zemër të hapur çon në rezultate harmonike. Në marrëdhënie, balanconi dhënien dhe marrjen. Zbuloni nevojat tuaja për të shmangur keqkuptimet. Financiarisht, fokusi është në planifikimin e kujdesshëm. Jepni përparësi kursimeve dhe shmangni vendimet spontane financiare. Reflektoni mbi aspiratat tuaja dhe harmonizoni shpenzimet me vlerat personale. Sa i përket shëndetit, përqafoni aktivitete që ushqejnë si mendjen ashtu edhe trupin, yoga ose meditimi mund të ofrojnë relaksim dhe mbështetje. Një shëtitje piktoreske mund të ofrojë perspektivë. Besoni në ëndrat tuaja, ndërsa njohuritë e sotme hedhin dritë të re mbi pyetjet e vjetra. Me energjitë kozmike në favorin tuaj, pikturoni rrugën tuaj me kreativitet dhe intuit, duke lundruar në sferat emocionale dhe fizike me hir. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.